Kemi më forcë, pse s'kemi forcë? Sepse dhe kur ti e bën meme apo kur ti e tregon që ai ka vjedhur 50 milionë euro, 100 milionë euro, ai vazhdon është po në krye, as nuk do t'ia di, as nuk ashtu, vazhdo thot ai, fol. Pra, si duhet t'ia bëjmë? Domethënë, njerëz si Ervini që domethënë bien, po themi jashtë, pse? Nuk i duan ato. Pra, ne pas kemi të kotë, edhe këtë diskutimin që po bëjmë këtu kemi të kotë. Sepse ne mbasë mund të dukemi si misa, nga që s'kemi para, kurse ata kanë miliona euro dhe na shikojnë si milingona, kështu. Ha, po flasim. Po ky është problemi pra që si do hiqen këta dhe nuk këta kryetarët që po i mbajnë, se ne kemi kryetar partije që ja dhe diçka, kryetar partije që nga spaku akuzohet për vjedhje të popullit shqiptar dhe populli shqiptar e vë në krye në një spektakël atje dhe i dëgjon edhe komentet. O vlla, ti më ke vjedhur lekët mua dhe ti del atje. Po ky tani është dhe çik problemi i popullit. Dhe problemi i popullit është sepse ti je pedagog dhe the vet. Problemi i popullit është se këta ndërtuan një sistem të tillë, si sistemi i arsimimit që ishte bloz. Vëllezërit Kajtazi, kolegji Kristal, çfarë do ti juridik do ti video, çfarë do ti juridik, bam merre 2 breza, 2 dekada, çka ka prodhuar, gjysma që ishte intelektuale ka hikur, ka marrë valiçet, kanë ngelur që kanë mbaruar këto dhe janë disa televizione kanë bashkëpunim, janë kapur nga qeveria dhe këta e kanë shtrënguar shumë fort. Unë qëndron se pse intelektualët si Vini nuk çajnë dhe penetrojnë brenda një partie që mund të marrë frenat e këtij vendi që sa vjen edhe po kapitullon. Asnjë njeri nuk i vuri një tull këtij vendi, po vetëm ja hoqën. Këtë nuk arrit ta kuptoj. Ulezar, po ta shpjegoj me një metaforë, meqense përmendëm milingonat. Neve të vërtetë jemi milingona për këta leviatanët. Po milingona po ju fut elefantit në vesh, nuk ka feçk elefanti që t'ja nxjerrë nga veshi. E detyra jonë vetme është që t'i bezdisim. Kaq kemi fuqinë neve për momentin. Do t'i bezdisim dhe mos t'i lëm ujin t'i shkojë aty ku duan ata. Sepse kjo pastaj do një lloj masivizimi që të vendosesh, duhet mendosh si spartan, është mentalitet spartani, sakrificë. Ka ardhur koha që ne duhet bëjmë sakrificën. Hajde të çfarë sakrifica, bojkot total. Grevuria. Mos t'i dalësh në votime, me këtë kod elektoral që kanë 13% i dalin Ramës, 100% 13%, mbarove punë. Ishte 2019. Apo jo? Po 13%. Domethënë, pyetja ime është si ka mundësi që këta ligjvënësit tanë nuk ka dalë njëri të propozojë akoma deri tani një projekt ligj, që është detyrë kushtetuese e deputetit, nga ka të rinjt. Mirë, po ne të tjerë si kemi mundësi s'kemi propozuar. Ne që kemi intelektin, ne dim që është gabim, ne s'kemi çuar akoma. Kemi mundësinë ta bëjmë. Që tani vlla. Dakor jam. Që tani. Ore, për të mirën e tavolinës po flasim, fal. Që tani. Domethënë që ti vendos se e zgjatëm, që ti vendos pikat mbi i, është mbetet tek ne që të hyjmë në histori për mirë, edhe secili nga neve këtu është profesionist. Se dëgjoj disa politikanë të rinj që thonë s'na lë Rama të bëjmë para. Ti je në parti të djathtë dhe të mendosh që shteti nuk të lë, ke një problem me mentalitetin tënd, je i djathtë apo je i majt vlla. Se Rama është armik dhe imi. Më ka bllokuar çdo lloj burimi ekonomik. Po nuk e pyes fare se nuk ka YouTube-in Rama, nuk i ndërhyn dot YouTube-it. Kush është i Zoti i çan vet. Me Rama nuk bësh dot i pazur, po për bukë dhe për punë nuk vuan. Kështu që ndihem mirë që jam midis profesionistësh që nuk ankohemi se na pengon Rama. Rama na ka prishur cilësinë e jetës, po nuk na prish dot punën neve. Se mënt e mia, mënt e tua, mënt e zotërisë, mënt e Ervinit nuk na i ka dhënë Rama. Edhe s'ka një investim Rama në formimin ton. Faleminderit dhe ndjes në qoftë se ju lodha. Faleminderit. Zoti Bathi. Ka një pyetje shumë të thjeshtë që si ka mundësi që sot ne kemi botojmë më shumë fakte, nxjerrim skandale, i botojmë ato, por nuk besojmë se mund të ndryshojmë. Dhe gjithë sociologët dhe ato që janë marrë me shkencat politike thonë që kur njerëzit humbin besimin se përmes qëndrimeve të tyre mund të ndryshohet sistemi, ajo demokracia është në krizë. Po pse? Sepse kemi humbur debatin ideologjik, debatin moral. Pra ne nuk kemi qëndrime morale ndaj të keqes. Ne po flasim këtu, domethënë po themi që pak a shumë bjem dakord që s'na pyet, po pse s'na pyet? Çështja është që ne i publikojmë këto gjëra, po sa nga ne kanë refuzuar bullizmin se po kundërshtojmë PDPS, po ato janë pjesë e kësaj shoqërie, janë pjesë e shoqërisë tonë.
Domethënë, sa nga ne i shikojnë këta njerëz që të reagojnë në punët e tyre, në partitë e tyre, në degët e tyre, kudo që janë. Dhe nëse këtë tavolinë për shembull mund të ngrej çështje, është edhe falenderoj Ervinin që na ftoi në këtë pikë, është që a është mundur që të ketë forume të tilla, që të ngrehet qëndrime morale, që të goditet ai mosbesimi i madh që kanë qytetarët sot që çdo që të thonë, ne kemi të gjithë thonë, domethënë ky nuk ndryshohet. Dhe një nga politologët Ivan Krastevi thotë që politika sot investon shumë tek mosbesimi, sepse përmes mosbesimit dekurajon qytetarët. Dhe jam i bindur që jo vetëm këtu në tavolinë, çdo cep po të themi që shumica e njerëzve thonë çfarë ta themu, pse ta themu, nuk do ndryshoj asgjë. Fakt kjo është do të thotë që politika e dekurajimit ja ka arrit qëllimit. Është që a mundet të rindërtohet një debat ideologjik që të ngrej çështjen e besimit, se besimi është çështja më e rëndësishme shoqërore. Nëse ne nuk besojmë ke ajo që bëjmë, nëse ne nuk besojmë ke një ndryshimi, çdo hap i joni është kot. Kështu që Ervin, kur ndërton tilla, domethënë tavolina dhe inicion tilla tavolina, sa e ke menduar efektin e tyre dhe ku do shkojmë ne, domethënë kur debatojmë kështu, dhe cili është efekti i kësaj gjëje, dhe a ke menduar që këtë do ta bësh brenda Partisë Demokratike, jashtë Partisë Demokratike, sepse unë mendoj që partitë ndryshojnë nga brenda, dhe mendoj për shembull gjithmonë kam pas bindjen që Partia Demokratike për shembull është më e madhe sekretari. Dhe kush mendon që është më e vogël sekretari, thjesht ka shpatur dekën klinike të asaj partie, domethënë kudo që të jetë. Dhe unë mendoj që nuk kemi pse përjashtojmë, themi PS dhe PD, se pjesë e kësaj shoqërie janë gjithë gjërat dhe nuk mund të piqet vetëm një institucion. As nuk mund të shpresojmë që vetëm SPAK-u do ta zgjidh konceptin e demokracisë në Shqipëri. Do e zgjidhim gjithë secili nga ne, nëse ne besojmë, nëse ne kthejmë besimin që nuk, domethënë faktet që themi, qëndrimet që themi kanë kuptim. Pra, kur ne kundërshtojmë bullizmin ke punët tona, kur nuk do artorkasim një politikan që tallet me ne, kur nuk i shkojmë pas dikujt që mendon se është ai padroni i zemërimit qytetarëve, sepse kemi edhe domethënë në opozitë mendojnë që dikush, një person thotë që unë jam ai padroni që i zemërimit qytetarëve, nuk ka njëri tjetër dhe e dekorajon këtë gjë. Dhe mendoj që nga gjërat që mund të diskutojmë këtu është për shembull u holl, domethënë platforma ç'a mund të mbështesim si tavolinë idenë e domosdoshme për shembull që të ndryshojë kodi zgjedhor dhe domethënë reforma territoriale që të shkojnë në përputhje me ato gjë, po këtu ka shumë avokatë që mund ta bëjnë shumë më mirë se sa ne që e komentojmë. Mund të ketë qëndrime dhe mund të jetë ajo që u tha për shembull për të shkuar në gjykat për statutet e partive, sepse për mua një njeri që shkel statutin e partisë nuk ka problem të shkelë kushtetutën nesër. Kështu që besoj se po shkon ke qëndrimet morale, do kemi dhe zgjidhje. Nëse merrem me domethënë me raste individuale dhe me raste personale, nuk do zgjidhim asgjë. A mundemi ne që të kemi një qëndrim moral, sepse nga aty fillojnë gjërat. Jemi këtu sepse kemi humbur besimin që ne mund ndryshojmë diçka. Dhe për sa kohë ne nuk besojmë se mund ndryshojmë diçka me lëvizjet tona, ka fituar politika e dekurajimit, kanë fituar ato që na tallin dhe ato që na krijojnë idenë që ne s'bëjmë asgjë. Faleminderit.